Lala të ka rushtësi, je e ëmbël si qërshi, çdo kusht ta ka lagmin e bukura. Lala të ka rushtësi, je e ëmbël si qërshi, çdo kusht ta ka lagmin e bukura. Lala të ka rushtësi, je e ëmbël si qërshi, çdo kusht ta ka lagmin e bukura. Lala të ka rushtësi, je e ëmbël si qërshi, çdo kusht ta ka lagmin e bukura. Lala të ka rushtësi, je e ëmbël si qërshi, çdo kusht ta ka lagmin e bukura. Lala të ka rushtësi, je e ëmbël si qërshi, çdo kusht ta ka lagmin e bukura. Po se ndëgjum edhe një këngë nga Uran Dervishi, pjesëtar i familjes Dervishi, ku e ceka më herët që një familje muzikantësh, një familje këngëtarësh. Më thuaj si është atmosfera në familjen tuaj, Uran? Përshëndetje për ty, Ligi. Përshëndetje. Atmosfera ke familje jonë është gjithmonë energjike, pozitive. Na këndojmë. Gjithë këndoni. Gjithë këndoni. Gjithë këndojmë. Po kush mirreni kështu pikërisht ma profesionalisht për juve në familje? Ma profesional është babi dhe xhaxha, po si Dervishi. Dhe unë e djali Dervishit kemi fillu gati ka 5 vite që këndojmë, edhe në përdasme, edhe për mbrëmje. Unë jam shkollë muzikës Tetov. Vitin fundit dega solo këndim. Edhe kjo. Po ndonjë fëmijë tjetër këndon në familjen tuaj? Nuk këndon, për fëmijët tanë kur do lindin do të shohin. Do të këndojnë. Kur mbledheni ju gjithë me një tryezë, si është? A këndoni gjithë bashkë? Këndojmë gjithë bashkë, po është atmosferë e mirë. Dim se çfarë bëjmë ose ku ta di unë. Nëse bëjmë ne gabim, fillojmë pra. Kujdes këta. Ja, jashtë kamerave them kështu për qefin, shtëpi kur rini, kur mbledheni për festa, për xhane. Patjetër. Kisha dash t'jem në atë ambient dhe në atë atmosferë. Je mirë sa ardhur. Më thuj kështu çka do të thotë Kërçova për ty? Kërçova është qytet shumë mirë, një si Uskan. E kemi krye kryetarin, familjarin, cilin përshëndes. Përshëndesim dhe ne. I tha një frymë Kërçovës, tani frymon Shqip, mbas shumë vitesh. E gjithë kjo është mirë, Uskana, në mua më pëlqen, e dua shumë, vendlindje. S'mundem ato. Po, çka të pëlqen më shumë ti në Kërçov? Në Kërçov më pëlqen mikpritja e kërçovarëve, nga pa një qytet i bulevardi, artistat të gjithë janë e vlerë, është këngë Kemir Fill, cila këndohet këtu. Është vend luftarak, një vend për trimni. Kjo. Uran, po me sport merresh? Me sport me vrapim ndonjëherë. Me vrapim. Të ditave të diella dal. Jo kështu, konkretisht. Po futbol, shef? Jo, nuk shoh futbol. Zakonisht muzikantët nuk shohin futbol. Nuk shohin, edhe nëse shoh jam për Realin. Për Realin? Mi jam. Se për Realin, Barca, a pse fitoi Realja? Rockit Fortit, po. Rockit Fortit. Po nuk I dihet, edhe dikur ka qenë Barca, tash është Real, I gjithë ka pak edhe ndroj. Po më thuj qëndron besnik muzikës popullore, këndon muzikë popullore apo përzin ka të njëherë edhe zbavice? Unë këndoj edhe popullore edhe zbavice, tani jam në përfundim të albumit, para sezonit. E kam bërë të Artan Jusufi dhe Arsim Stafaj.
disa orkestrime ka bërë Demir Basha. Po këndoj dhe këngë oriental dhe këngë zbavicë se jo, po më konkretisht jam këngëtar popullor. Qa publiku ka Kërçova? Publiku Kërçovës, si ta them, ato e vlerësojnë këtë këngë, rinia nuk e ndëgjën shumë këngë popullore. Janë atmosferik du të thënë? Janë atmosferik sa të dush, me i pa qa bëjnë në mbrëmjet. E di, kam qenë do dasma në Kërçov, aty në si duket në Kërçov vetëm shlo muzikë edhe Po, kërcej. për mindil më baj gajle. Për mindilit parit janë. Parit. Kush e kap mindilin se? Po, Po, sezonin veror si e ke? sezonin veror fillon korrik, kam dasma, kam ahengje, faleminderit Zotin, edhe vetë vete. Pushimet i ke mendu? Pushimet se di, preferoj Sarandën, Shqipëri, mund të atje tjetë. Atje. Oran, të faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit tim. Faleminderit ty si showman, si Showgirl! po, showgirl, njeriu që në afron neve artistave të ri, si zakonisht edhe televizionistë një i përgëzoj për çdo gjë. Të faleminderit ty, ne kemi gjithmonë derën hapur për ju. Faleminderit shumë. Teleshikues të nderuar, shkojmë me një pikë muzikore dhe vazhdojmë me bisedat.